Po, Vebi, a mundet që gjatë muajit të Ramazanit, të vinë aspektet, punët e tilla, të cilat ti nuk mund të shmangesh, ke impenjime, por të vinë një lloj lirie dhe një hapësire për të zgjedhur. A është e mundur që ato ditë dhe atë muaj individi të zgjedhë hapësira për ta mbushur Ramazanin me këto dy komponente, pra me komponentin e adhurimeve, po edhe me komponentin e aspekteve sociale. Dhe a du t'i bie dinamika jetësore, apo du t'i shtohet ajo? Besoj që në Ramazan kemi nevojë për një dinamik më të madhe. Ne po kemi kohë shumë. Nëse shohim jashtë Ramazanit, mas punës, ke kohë dhe me dalë me shoqëni, dikush pin kafe, ndryshe kalon kohën kanjëherë me familje. Në Ramazan, në vitet një program i Ramazanit. Përveç që jemi përkushtuar të agjerojmë, kemi nevojë dhe një program të kemi, dhe të punës tonë. Të përkushtohemi të shtojmë ibadetin, të shtojmë adhurimin, por edhe të shtojmë edhe vizitat, të shtojmë edhe vizitat që hadithi pejgamberit alayhi salatu vesselam, ku na mëson neve që kush bën vizitë të afërmve, të dashurve, akrabave, Allahu xhalla shanuhu ja shton ymrin. Këtu Allah ja shton ymrin, ulemaja e ndan në dy grupe, dy mendime. Një, ato vite sa ti ka caktuar Allahu xhalla shanuhu, nëse ti i vazhdon vizitat, shton vizita, Allah ka më të shtu vitet. Grupi tjetër thot, jo, ato që Allahu t'i ka caktuar aq ke me jetu, por kjo me ymër është që me knatësi, me dashuri. Shembull, nëse më lejo të përmeni në vitin 1755, duke hulumtuar në arkivat e Kosovës, hasin në dorëshkrimet e imamëve tonë të mahershëm. Ata kanë pas angazhime shumë më të mëdha se ne sot. Edhe pse imam xhamie, xhamatin, familjen gjitha, po jemi me vetura dhe arrim shumë më shpejt dhe kushtet e tyre kanë shumë më të vështira. Shembull, në fund të dorëshkrimit që kanë bërë dorëshkrim tyre, edhe e kanë përmendur këtë e kam nis në ditë të Ramazanit në kohën e drekës dhe kanë përfunduar në kohën e ikindis. Të gjithë ditët të Ramazanit një orë apo një kohë, një periudhë të shkurtër, ja ka kushtu një vepër që do t'jetë pas, që të kenë shpërblime se vapët të tjerët. Dhe na, në ditën e Ramazanit, duhet ta kemi një program të jetës tonë. Pse? Thash e përmenda një fjalë të një studiusit, vllau ton shqiptar Artan Mosleu, e cili një prej temave të tij ka jackpotin në Ramazan. A mund ta fitojmë na këtë ajo? Në Ramazan të shtojmë na veprat tona, punë të mira, sepse Allahu xhalla shanuhu nuk na e bën një punë kemi bë një sevap. 10, 70, 700 e më tepër. E sidomos për agjerimin që nuk ka kufi. Na jo t'i lëm në Ramazan, tash ti po agjerojmë, të flejmë pak më shumë, edhe pse gjumi nuk e prish agjerimin, por jo ta kalojmë në ditën e Ramazanit me gjumë, por të merrem me aktivitete në të cilat kemi shpërblime te Allahu.